Mirë të gazetës Infokos dhe televizionit Dugagjini. Këtë javë një intervistë pak më ndryshe. Në podcast e kam të ftu një musafir shumë të veçantë e do të flasëm për një temë të cilën nuk e keni dëgju prej kohësh. E që është shumë e rëndësishme, që është jetike për zhvillimin e këtij vendit. Investimet e huaja direkte në Kosovë. Kompleksin me pas një investitor, një shqiptar, që jeton në Zvicër, por që ka vendosur me ardhur dhe me investu kapitalin e tina në Kosovë për me ndërtu një fabrikë. Që ky është dashur me ka lajmi që intereson ose që shka diskutimet më të mëdha që është dashur me pas kjo shoqëni, e ndoshta edhe shteti me promovu sa më shumë Kosovën për shkak se ka potencial. Ka potencial edhe ka mundësi, edhe që kjo është shtylla kryesore që e zhvillon një shoqëni dhe një shtet. Që kjo rrit mirëqenien, e që kjo ndoshta qytetarët i bën mos më marrë shumë me politikë, se jemi populli më i politizuar po mdoket në rajonin e Evropë. Mirë se erdhe Xhavet Krasniqi. Mirë se gjetëm. I kom menu disa forma që është me nis këtë podcast. E kemi heko gjakeq dhe kemi për unë në studio këtu, po të falenderojmë shumë. Përse. Po du më na të regu fillimisht arsyen pse vendosëm me ardhë me investu në Kosovë, e tani me bë publike edhe emrin e kompanisë, ndoshta edhe produkti që do të prodhohet në Kosovë, e që synimi jot është me u shpërnda në tregjet e Evropës. Arsyeja pse kemi ardhur në Kosovë me investuën, toja kemi edhe pak si me bargjë. Se jam i rritëm, azo i lindën e rritëm Kosovë. Që 26 vite si jetë në Zvicër, dhe punojmë atje. 26 vite që në karrierë e bujshme. A ke punu këtë kohën në qëtë industrinë, qëtë sektara? Jo, në punojnë në këtë industri tjetër, po kemi të bëjmë me mashineri. Kjo është ajo që ne ka letësu pak ma letë. Po e bëjmë publike, dëmo fabrika tashmo kanë përfundu investimet. E keni bën në Suarek, në vendlindjen e juj. Fabrika ka me prodhu materiale për izolime të shtëpive dhe të ndërtesave, po? Po, për lagështi. Për lagështi. E kanë problem këtë shqiptarë që mos e tilë shpillet se di që ka ndodhë, po lagështia. Që shka shku procesi i qësajna dhe është investim i madh që e keni ba? Procesi ka shku mirë, se këtë investimet tjera që shkojnë, me ato farë sfidat e veta, së kështë si i kanë, jo mashineria, jo ertë, kjo jo shkoja ertë. Këto e normale, këto ndodhen edhe jashtë venit, në Zvicër, Gjermani, katush. Shka i përket kësojna pse Suarek, me jam ofër aty, edhe është vendlindje që të kohë, një vetin pak ma shlirë, pak ma mikpritës me një fjallë, se t'ish me tonë me një fjallë. Që kjo është e mira shqiptarëve që kudo që t'janë, kudo që i ka përplas dalë të jetës, edhe në vene më të mira, gjithmonë e kanë menën në Kosovë, në vendlindje. Të vendlindja vetë, po. Që sa keni nis me fabrikën? Që e di që më t'i ko keni fillu, si të themi, me ide, me projekte, me këto. Edhe sa ka sfidu se ndoshta me prunu të natë makineri aty, që une jam kam vizitu e kam pa. Dhe ma që këj procesi prej kur nisën temelet e deri me prek susten me në shumë problem, që kështë 2-3 ditë veç jeti ba testet e fundit. Po tash jemi në testimet e fundit, menoj që t'javë testimi i mram deli mashinerisë. Me nisi kemi nisë që 3 vite. 3 vite. Dhe planifikimit e deri, kemi ato, mi dha ato kontratat mi banë, me prunë në venin me vendosë dhe venin se ku peqojmë, cilën zona nina, se këto është zona industriale është pak ma e vështirë, sa nuk ka të lira, për kemi gjithë një mundësi, dhe tash jemi vendosë aty, bashkë 3 vite kohë, e ka hënë tesa.
pak sfiduese në aspektin për shkak se tu ka dashur na ditë kur kesh, po është plot edhe zvicran, edhe po më duket keni francez, një ekspert. A është kjo veç faza ku duhet me, si më thonë, me asistu profesionista që duhet mi pru për jashtë, ta kanë me kanë duhesh mi pas edhe në vazhdimsi, ose a ki me fillu, me trajnu njerëz, me që shkon që kjo proces, që shke menu. Ne kemi pas një përkrahje shumë të fortë për firma zvicrane, po edhe në mënyrë private, se një shumë për tyne, që e përket shkollimit ose praktike, si do të me banë, ajo është normale, po ato kom kuptu edhe vetë shumë. Po thotë, jemi veç në qatë fazën e trajnimeve dhe ku dërzohet me kakrejt. Po masi është shumë digitale, nuk ka dhe ku me ditë se sa probleme. Ju e keni në Zvicër kompanin, tash e sa vite, një pjesë e madhe, që shumë thatë edhe ditë, janë shqiptar, që punojnë atje? Muna me thonë si 50-50%. Apo na shpjegon pak a shumë me qëtë veprimtarinë, dhe qysh është, ose është e vështirë me bo biznes në Zvicër? Qysh, cila formula nështë me ka një sukses shumë një afarist në Zvicër, një shqiptar, që mund me dëvërtu, e që fatmirësisht në Zvicër kena shumë. Kena shumë shqiptar edhe të Kosovës, edhe Shqipërisë, edhe Maqedonisë, që për një me janë nështë se cili në vete story e suksesit. Më të thash që 3 vite do të thotë në kohën e koronat veç që kom nisën planin e kësajna me kakrejt. Nuk kom pas fatin se një shumë e kom pas përkrajnë e fort në Kosovë, prej komunës e dhe në momentin e mëram edhe një person private. Po, procedurat administrative këto që shpresh. Po. Kjo procedura administrative kjo është shumë e ranë në Kosovë, kjo është pak. Sa? Nuk e kim një digitale për shembull. Si ta mundson pak ma lehtë me hijen ndosane. Që kjo duhet pak më për një sukses. Në fakt një investim çfarë keni prujo në Kosovë ishtë dashtë shteti edhe komuna mi u prit në ashtë edhe në aeroport. Se ke ma shumë sa, natyrisht është interes edhe është biznes privat, po ma shumë se ka që është interes i shtetit. Nëse, unë e kum pas fatin si një shumë Kosovë, po dhe jashtë venit shumë. Dhe se dhe me kino du të më marrën. Po aja shka më kryesorja është që do të me këqyrë na, me thonë. Ma ndryshe është si, nëse vjen një investori huj në Kosovë, po. Ku do të më orientu qaj person? Ai nuk mund, nuk i ka lidhjet si kemi na, për shembull si. Po. Më shku veç me 18 vjetë jashtë tujt edhe jam çdo 2 javë në Kosovë. Në problem nuk e kum pas, po dikush tjetër nuk e din. Se s'ka përkraje, nuk e din se ka do të më orientuën për herë të parë, shka i nevojitet, ka una demokrat, ka una procedura të para, me leje, me shka të din, shka i vynet në krejt. Ti nuk e pas të lashën këtë aspekt? Jo, nëse kum pas fort të lashën, kum pas përkraje, me të vërtit të lartë, se kum pas nevoj më marrë vetë shumë me këto sene, se kam arrejt në asë loj. Po, tash një investori huj si vjen Kosovë, e mas pojë do të me ditën, a nuk e këshy vetëm tregin e Kosovës. Se nuk është tregi shumë i varfën dhe i vogël krahasu me to investimet më. Atë një mas shumë t'i shka interesant është kapitali i tine ku t'investohet, ambrohet në një juridike, sa kohë i nevojitet besa investimi, ka njëherë planet i ban jashtë amoj, investimi që më bon këto, me shka ka më me shfa sfida, për shumë është rryma, si është njëherë për njëherë problemi. Po të lashe tila, se në fakt investitorët një pjesë të madhe në fillim, edhe investitorët të natë tonë që jetojnë këtu, e kanë kogja sfiduse kapacitetet e energjisë elektrike. Tash në varet e pej njerëzve se cili kum ka qef, ose dëshirë me investu. Unë kum pas dëshirë me ka në carit, kum pas problem puna zonës industriale, që nuk e kam të sakt, se kum. Për fillimit, se ka me mundun, se s'ka të lira, në nevojitet pa tjetër një zonë e re industriale. Se në nevojitet dhe në 2 hektar, nëse e këshyrish për problemi, debat e këto tjera, edhe afat gjatë me këshyrë. Kështo probleme tjera, si për shembull rryma, energjia elektrike, këto janë pak ma
pak më kritike. Gjavet, një pyetje rëndom. Për një kohë ka pas kogja entuziazëm diaspora jonë me pru kapitalin këto, me kalu prej asaj që gjeneratat tona ndoshta këtë përkushtimin e rinis tyne e kanë qu për me mbajt familjet gjallë për ekzistencë. Tash ka vite që krejt kapitalin e tyne e bin veç në blerit prona, pa të nëshmerive. Unë kam më shoqëri si e blejnë. Po. Ushtimi e me pas, do njënë diçka, adi. Po jo në atë ekstremen. Nëse do në zhvillim ekonomik, për të një në Kosovës, aty ku në rrej zemra mas shumëti, atë do të më shku ka në industrisë. Industria është baza, është raja e ekonomisë. Pa të arsye, kësha thonë që do njënit. Që kjo investimi yti reali është kështu. Se kemi diskutu edhe atje kur kemi dalë këtu. Je kanë njoftun me mundësit shumë atë maja që ofrojnë vendet e rajonit për një investim çfarë ke bë atje. A ke pas parasysh këto? Po. Si me thonë, ta trajtojmë që të pjesën ndoshta secili shqiptar që ka një kapital dikon kudo nëpër botë, ndoshta a je të ndu në herë, me thonë, a ja vlen që kjo investim në këtu ajë? Nëse e folmi realitetin, shtetet për rreth, po në Evropë, ofrojnë shumë më shumë. Është ma letë me dëpërtu me një, pa më parasysh ka do që të investojnë që drejtim. Drejtim të industrisë me një fjallë. Të ofrojnë më shumë. Krasim me venin tonë. Lehtësira, favore, po. Lehtësira, po gjitha janë atë. Që janë nisë prej dokumenteve deri problemi më të vogël. E ki më të lehtë. Amo, pashush në pyetje ku ki qefti, ku ki dëshirën ti, unë kësha mujtë për shembull po me Kosovës me shkolla me një vend tjetër ku ka zonë industriale më të lirë. Por mua ka interesant Sarek. Aty ku e kam rrethin. Me një fjalë, ma shumë kjo ana e përkushtimit tanë për venës është aspekti i interesave komerciale. Një investim i tillë nuk është investim vetëm sot për nesër, po është afat gjatë, kështu që jo veçun, po dhe brezi i ardhshëm ja shehoj në saj. Lanë diçka pozitive me një fjalë. Je për një shembull për të mirë. E jo për më kalon një banisë, se këta di, jo është pak më ndryshe. Gjavete tregu, e përmenet, edhe famë dhe atit, një fabrike aty në Përmosav, menu veç për tregun e Kosovës është... Veç për tregun e Kosovës është sen i madhë, ke fabrikë nuk do të me kona për jashtë. Po kemi edhe tregën e jashtë. A ka tregë, se sfida ma madhe është me të letë. Me rëndësi është, testimet i kemi banë 50% mune me thonë si të kryne, një pjesëve që kemi vazhdu për Zvicër për me shku me i bodo testime. Me rëndësi është si me kanë standarti lartë, ta ma të shelip standarti Europian. Tani më nuk e kemi problem. E ke që produkte tash me ju po testet atje, ha? Po. Që ato certifikohen atje, me qëto standartet... Po, komplet. Po ti marrë një certifikatat, ma shësit, aty ki të dhanat sa gradë për shamë minus, plus, ato tjetë, kajtë. Tani, jemi në gjendin e vazhdu më të tjetë. Kapacitetet e fabrikës për mdokët më thaë që për 7 ditë me prodhu, dikon e mbulojnë për një vjetë kejtë regullë e Kosovës, ha? Nëse në shumë 100% prodhu, muna mëra 3 javë dite me mbulu 3 javë dite? 3 javë dite. Veç 3 javë dite i vytë që të një qasaj makinerie me mbulu krejtë Kosovën për një vjetë, ha? Po. Ajo është shumë e lë. Prodhimi është qasëlloj, si makineria është e përgatit një qashtu, si muna me mbuluën për ton vitin e ka. Sa është e zashme me dëpërtu? Një produkt made in Kosova? Nuk ka, zdo nuk ka lu rolaj. A i këshyën shumë, a është standart, si me thonë, a është, që na adim që në Evropë, në Zvicër, në Gjermani, në për shtetet tjera, nuk ndërtohet shkele shka, si me thonë, shtë një çfarë dush materiali. Sa është zëshme që ke fjetë?
Aty në veç intereson shka thot labori. Laboratori. Laboratori. Edhe mu më intereson a shkruan aty madje në Kosovë. Ti të sens kam interes. Ndërsa licencimi që aty në standarde bëhet prej licencimi kompani. sajna ta jep labori, okay, normal. Do të thonë kompania e jashtit, na kemi çunë syri për të tregoj drejt. Okej. Si ta kam vulën e ty në taj më me kudu. Se kam atë problem. Edhe po është më shkruan madje në Kosovë. Se është më interesant. Qëta jeti e pa ëmër, nga ka thonë disa herë, jemi lumtur që po të realizohet kjo ëmër, se kjo, si me thonë, nuk është krenari vish për ty personalisht, po për secilin njeri që jetojmë këtu, që e kemi dashur këtë vend. Çavet, a ki shumë rreth, a ka shumë njerëz, edhe a zëshme me depërtu në treg, edhe a ke analizu, ma zër është me depërtu në tregjet e Evropës, a në Kosovë, po du me fol pak për këtë mentalitetin, këtë mendësinë të bonit biznes. Nëse një produkt më rohet në Kosovë, prodhohet, unë kam tash për muj me thonë si 7% janë produkte shka mirën mrena Shqipërisë, një pjesë mirën në Kosovë, do të thotë edhe bëhet produkti final. Okej. Me të më thonë si përveç transportit, gjithë ato kushtet e si kanë, jemi na mundëson shumë ma lirë me hinë treg Kosovës. Do të thotë me një super produkt, ishë në treg Kosovës, me të njëjtin çmim çfarë janë të gjitha tjerat. Okej. Kjo në mundëson shumë të për Kosovën, pyetje. Jo veç për Kosovën, po për rajonin. Okej. Se mundi me dalë ma konkurrent me çmim, apo? Unë me dalë qysh do të qoftë ma konkurrent. Edhe pse standardet Edhe pse janë standarde e bëj. qarta. Okej. Po dush me kështu gjithmonë si mu furnizuen pe kompanive, mrena Kosovës, sa ma afër aq ma mirë. Lënda parë ti po Lënda thua që parë është do të Kosovë dhe Shqipënia, apo? Po. Që ti kemi prodhuar Unë produktin kam final. bitumin për shembull për Shqipërisë, Okej. në fillim kum pasën pak që me thonë frikë se çfarë bitumi i do të me kanë ato a e plotëson kushtet. Okej. Më me thonë si landa e parë është klasik parë Në Shqipëri që mirë. në Shqipëri. Okej. Edhe ka Të garantoj si nuk mundesh me gjitë, edhe në Zvicër ka landë parë, si thuhet është që kjo, ama kvalitet. nuk mund me ka bashkë qështu, Më shumë e mirë. a mu ka habit. është për mu habit. është me të vërtet, wow. Po bon qepi, kjo e dy fish, Sa landa- se ka sa ma mirë- kontribut edhe për Shqipërinë këtë Sa ma rast. mirë si të është landa e parë, aq ma mirë del produkti final. Qësh është standardi i qytyne që në furnizohen në Kosovë? Unë e hyna pak e Holuptova, një pjesë e madhe po vishin prej Maqedonie, prej Serbie, prej... Nuk lun rol të madh. Jo, ha? Nëse na Ja, kanë standard të lartë. Jo, për me dalë konkretisht, për në ashta qytetarët mi spjegu që kjo, çfarë rëndësie e ka të ndërtimi. nuk mundesh ti me marrë klasit parë jashtë vendit, me prunë Kosovë, edhe me hynë nër çmim tonin për shemb. Okej. Për shembull, se klasa e parë kushton shumë më shumë, se sa kjo junja, ku na mundem me depërtuar me qita me shku jashtë shtetit, do thotë, jashtë Kosovës. Okej. Mush me bën atë far krahasimin e çmimeve pak e shumë. Okej. A, Për me ka konkurrent të me Na çmime, jemi- këta është fusin është klasa dorës dytë e trete. Dyta, treta, e fundit më shkurt. Kum pas, i kum këshyr krejt, i kum kontrollu krejt. Po jo vetëm, kam edhe do shok sa i kanë marrën, veç i kanë bërë testimet. Azo. Jam i kënaqur, finali jam ka dalë super. Pas po do me fol për që me emnas nuk po Nuk, du, po do me yes. ditë çka çto objekte që marrohen te na, çfarë cilësie që saj kanë. Nëse ki mundësin, po të thamë, me brecit kimikin me 1 euro, të klasit parë, nuk besoj si e ndrojsh me një tjetër, pe marë si shembull një të Kinës, për 80 cent. Po. Autos. është pak dallimi aty në, janë do sene pak të çmime, do sene shka kontrollohen. Tash nëse e bishtit klasit dytë në Kosovë, edhe ki super klasi bëhet në Kosovë, nuk besoj si janë rrasht. Nuk besoj si e merr një të klasit dytë. A mund me marrë, nuk do me thonë si është e njëjta, Sa. ose më pozitive.
Që vetëm na kallëzon pak për në Zvicër. Kompania atje është Ket Group apo? Po. Edhe në Kosovë është me Ket Group me të njëjtin emën. Atje çish funksionon? Që sa vite je në Zvicër? Unë jam prej viti 2000 mas luftës. Aha, okay. Në fillin, fund të 99-s veç kum rrinë në Zvicër, edhe pse kum pas letat, po, lufta, apo Po. të vetën, dhe rinia. Je kthy, se i di që nuk e ki qef me hinë qëtë pjesë, po me gjithat ke kontribu edhe për luftë. Janë ato historitë e vjetra, shka sot është e kalume, sot ka një jesis interesant më vaki, po, edhe pse mu kam jetë përshtypja, alo. Jashtë venit funksionojnë senet pak ma ndryshe, pak ma, janë pak ma letë. Spesoj të mas kontrolat e këto senet, shaj përkosin këtu një farë kompanive, ose biznisit, për me bo biznisin jashtë venit. Po qaj standart, ma me Armenia mu, qaj kulturë se e kena mësuna që atje, si mu ka dhonë mu, për shumë mu ka dhonë mundësia me kam me qëllu me një vend në Zvicër se standarti i punës respektohet, orari respektohet, kultura e saj respektohet. Kështu që edhe ato edhe këtu për më shumë e gjithë. Njëherë për njëherë jam shumë i knus. A je i sigurt se këtu pjesa më e madhe në kohën që të... Na është aja Afrika si ky vjen për Zvicrës është pak më ndryshe, ama jo. Po mu për më pëlqen kjo je pak më shumë. Mas mja nisë në ora 7:08. Ju se ta lesh ty dhe 9. Kaj s'ka gale, sa është ti. Qërë, edhe kjo që unë shpeshere e përmeni, thëmë që në kushtetone me prunë vish kapitalin. Ka njëherë ma rëndësishme se kapitali është me prunë që të përvojnë e punës, që disiplinën me punu, që të aftësit që njerëzit i kanë, njerëz tanë që jetojnë në për botë, i kanë fitu në për vende tjera. Që kena është e mira që gradualisht edhe na po edukohemi që mos me lypër se cili me hec për këti veni, po me punu shtu. E bëjë nuk ka dhe arsye. Të përfurme realitetin e një Kosovës është një fort. Kosova ka një shansë shumë të fort, shka i përket ekonomijës, industriale. Se folim për industri, Po. jo për ndërtim. Për diasporën e ka shumë të fort, se ka bo një praktik jashmase jashtë. Tash nëse ki mundësi, mi kontribu këti venit, edhe ki pak, që me thonë një ndjenë, që kum pas qef me gjithë dëshirë me konë erën këtu, atëherë, punon që drejtim, se del pozitive, automatikisht, në 3 vite shku në sohor, shumë shpejt, a më sot ka zënë rezultati mas 3 vite, që tonë që kum pas qef më dëshirën. Diaspora jonë ka shumë edhe kontakte jashtë venit, të më thonë që aja shka në gjithë shumë, të shpa më ndoje, nuk është vetëm kapitali, po është aja shka ti pa ki dëshirë me ba, për këtë vend, të në drejtim po dush me shku pak, mi kontribu, se gjdo njoni muna me kontribu ka pak. Edhe ai si e jep, për shembull, një familje si e mon, ose ku ta di si shka, ku sot nuk ka më nevojë veç në Kosovë, se Kosova që ka rrijat standardin e vet si këshyret sot, për sot u këshyren, është më mirë shtetet e Evropës apo afër Kosovës, për 2008 deri sot është një dallim në ekstrem, shumë i madh. Domethënë ku jena mas 10 vite, 20 vite. Kanë vështrimin tanë për Zvicrë, a ke po zhvillim Kosovën? Po. Kosova ka kapacitet lartë, se dhe mos të rinia. Ku e kena problemin? Se kështu të pak në që njëna i madh i vogël. është me shqiptarët kursin e kontë. Nështë na kanë alitë edhe jo për jashtit, që u pare tash s'po dojnë njerëz shumë me punu, më zhvillu. Jo, nuk e shës ton fort, se mu ka rasti shumë me pa këtu. Okej. Edhe me fol, me shumë njerëz. Nuk është aja, po, dikush që janë arsye, për shembull, jo thot medicina, jo. Shpada, Krejt janë shëndetësia, sigurimet shëndetësor. Po. Ama dikush ka hupat shpresën se ja, mos është më mirë jashtë. Po. Po nuk është e njëjta, si jashtë si mbrapa. Këtu është Kosovë, këtu flitet shqip, këtu është tjetër kulturë, që aja s'ka në përshtatet neve mas shumë ti. Po mbi të gjitha është. Ku dush me zhvilluen familjen tane. Ku dush me integruën, çfarë kulture pa do me qu. Jetën e bajsh ku dush.
jashtë vendit. Okej. Mosh me bën një shtëpi, ta dijon se shka, me arrit standardet, ku me di se sa. Pa ajo shka më interesante ku ta arriti shtumen në Kosovës. Qaja ka vleftën, azo për menimin tem, qaja ka vleftën kryesore. Që ato do të me këshyna. Se Kosova më të hes për para, Kosova ka dhe shumë kapacitet me bë. Në ma si do të me punu, pa punë s'ka ko gjumë. As në Zvicër, as në Gjermani, as kërkom. Universitetin zyrtarisht e ke hapjen. Na jemi në kontakt vazhdueshëm, po më duket do të jetë një numër i madh prej zviceran të hujt, bashkëpunëtor të partnera fares të prej atjet. Unë kam një listë begit madhe, po s'ku mujtë më shumë se 40 me orë. Po kam familjen personale. Po. Kështu që i kam zgjedhur vetëm do shka i kam mas shumë të isha komponu me ta një kohë gjatë ose që në gjihmi që 20 vjetë zviceran. Po. Janë po kam marrë punëtor. Por ndryshëm po një përshtypje shumë. E po të më ta përmen, këto që musafirë që kanë vëtarë, po më duket vinë 3 ditë përpara, kemi shetit në për Kosovë. Të shfrytëzën këtë momentum me promovu edhe Kosovën. Po, na dojmë me shkuën edhe të një firmë tjetër, një kompani tjetër, në Sarik, me vizituën, me të regu si edhe këtu ka kulturë pune, të nëse banë me përmen, firmë. Po marë, Redikel. Redikel është shambulli më i miri. Me kanton pa problem, shumë na mirë. presin aty. Të mi të regu pak në Sarikën, pak Prizrenin, edhe pësë do për ty në veç kanë qenë këtu në, edhe kanë thonë si pa tjetër dhe marrë dhe i herë. So ju ka dhënë shansë edhe një herë me po. A i të menu, a ke punu, a ke lëbu me punu në investitor tjetër të jashtë Gjavit? Se që kjo po më duket është mundësi shumë e madhe sa që përshfrytëzojmë njerëz tanë që jetojnë për... Ekziston një kompani që menon me orë këtu. Okej. Ku më bisedur direkt me tonë, veç më ka pytën, kështu rastisht. Veç më ka vetë për sfidat si bankë tonë, për krajën të me ka ajatë sigurt, veç më smufshë. Amo ekziston mundësia si vjenë se për njëherë politika globale e banë qatë rjetin e për këpëton. Që me tonë, ata e kanë edhe jashtë venit, do këtë dhe në Rusi kanë një lloj prodhimi si e bojnë, e po dojnë më shkoj sa ma shumë me orë kënina ka. Okej. Ona jo. Po nuk i dihet ata vinë këtu apo shkojnë në Shqipëri. Po kështu ai do këtë veni përshtatshëm, si me thonë, me politikat fiskale, me qëto obligime, se tash është bën shumë e lehtë, si me thonë, nuk ka më të lashe transporti, nuk ka më të lashe me, si themi, me këto aspektet tjera. Azo, unë e kom punuar me firma transportit, këtushit, Kosovës. Dhe punoj shumë, se kemi tjera materiale që qojmë për Zvicër, si e prodhona këtu. Si e kemi në 2023 me një prodhim tjetër. Kompanit kosovare, më i me të thonë si janë deri në Kinë, ti në vëllume. Aza këtë problem se ka kërkosh. Kështu që, me i me thonë shdo një onit, me adhon ataj se me thonë hajde si javja për këtë kontakt. Në Kosovë, është një farë mentaliteti Gjavit që tregtia ma shumë ju shkanë. Si në blej shet, edhe natyrisht çka është zhvillu jashtëzakonisht shumë është që kjo industria ndërtime. Se po ka potencial, po ka shitje, po nuk shumë fabrika që hapë. Po na do të më fokusu pak më shumë ka una industriale. Për mene Golden Eagle, për shama i kam rri me kanë, se disa për mi 20 shtete që më i me tonë ma shumë. Se 20 shtete, po ata e ka njësë qysh moti me një fjallë. Qysh në kohët, para se di sa vite është. Shumë, po. Unë këshirë pak, po nuk e di saktë se kur ja ka njësë atane. Amo, nëse na sot për shama si këtë grup startonë në Kosovë, ku jemi mas 10 vite, që kjo politika e lartë, ose politika e gjatë, që kjo e interesant çdo njonit. Si do të mi interesuan, edhe investorëve të huju interesant, se sa është stabile politika në Kosovë, që kjo është pak ma
Ndikon që kjo. E di që ti nuk ka ndikuar Por se mua kjo nuk ndikon thonë se unë jam shqiptar, s'ka desh as minish ka ndodh. Po, pse ka interesuar fort mua politika, po për të hujt është shumë e rëndësishme. Stabiliteti politik. Stabiliteti politik, se nuk është në pyetje vetëm të regjet e këtone, po është në pyetje se ku po shkon me kapital të vetin. Ka una juridike, sa mbron, po edhe ka una politike se sa afatgjate janë. Sa kombësh, me fjalë, sa është Kosova e gatshme mi dhonë për kraj këtyne sene. Që kjo është me rëndësi. E dishmon, kemi folë edhe për shtetet e rajonit, se janë më të forta, ose më me tonë më të... Oferta më të mira, që po i joshin investitorët e huj. Cëllën ke pos sfidën më të madhe në këto 3 vite të investimit në Kosovë? Sfida më e madhe. Sfida më e madhe ka qenë dy probleme si u duhet mi zgjidhen. Është puna e zonës industriale. Lokacioni. Edhe energjia elektrike. A po zgjidhe me energji elektrike, se pash dje ose pardje kur folëm, jeni ty po testet, më tha që nuk po e përballon komplet, po duhet me nshuni njëherë një sektor me prodhu, tani më nala me vazhdu të tjetra. Ja, të probleme kemi halon të energjisë elektrike, si nuk muna me nshuna as ma shumë se 30% në fillim. Kështu që mana një këti viti du të me bëna atë problem në zgjidh. është problem që i duhet me prunu që atë investim, dhe kanë për obligim kompanit? Tash nuk e di tash kush e merr këtë përgjegjësinë. Kompania nuk ma merr mendja si ka nevojë mi. E di që kanë pas telashe më, e uroj që mos mi pas çato telashe, po e di që ka gjë shumë kanë pas telashe, sidomos se këtu të na me gjas kapacitetet e energjisë elektrike kanë shkuar për shtëpia, banesa këtu, po jo edhe për zhvillimet të industrisë. Në Zvicër menon me nis sasinë e parë të këtij prodhimi. Sasinë e parë prodhimi? Po. Sa falem çto prodhimi i parë që do të bëhet, të keni të tregun e gjetën për në Zvicër, a? Ne kemi edhe jo vetë në Zvicër, kemi edhe në Austri. Okej. Edhe që më ndoket në Austria do të jetë e para për gjitha. Për në Zvicër është pak më probleme puna kushtet se te kalojnë atë nivelin. Ama në Austria kemi një ofertë shumë të mirë. Shqipëria po si po këtu. Nëse në rajon ashtu s'do kemi çka besuar. E më na shpjegu për kështu në gjuhën e thjeshtë me marr vesh se cili edhe ai që jo ty qit themelet e një shtëpie. Teknikisht, çfarë rëndësie ka që ky izolimi? Që ke letra bituminoza, po. Kjo e mbron lagështien, ujërat, më shkak. Çdo shtëpi e ka këto, çdo njëri si ka marrë një shtëpi ose diçka, e din se çka do të thonë. Edhe çka përket produkteve, që lloj produktesh në bëhet tash se çka. Sa lloje kanë më produkte fabrika jote? Ne jemi dikon me 4 grupi. 9 produkte. 9 produkte. Po. A që problemi që na kemi këtë dhe gati se cila shtëpi që kemi pas. Që problemet me vllag, problemet me lagështi që janë. Po. A është cilësia dopte që sajnë që ndoshta i ka tani çto pasoja me vitet. Ma jetë kemi pasën problemet për shembull praktike. Mas luftës të ditëshme çka shku. Po. Dikura kanë ardhur edhe produkte dhe vim duket edhe Pekinës. Po. Nuk jam kur të punoj ty, se diçka, ama aty janë pyetje si është për marrë si shembull. Shembull, po. Produkti sa më kvalitet si të është me një koshtë më të ulët, normal si e ban çdo njëri tani më lehtë, më thonë fjalë nuk e kursen minimumin, se janë do pika si i kompaktu për shembull, nuk ja hyp tamam sa duhet atë farë pjesën si do të më mbuluan puna për kursime për këto sana. Këto janë pak. Kursin edhe në këto materiale. Sa punëtor keni me pas që të fazën e parë
Xhavet? Njëherë, thasha ma herë, na kemi probleme tjera, Okej. shkak e energjisë, kështu se s'muna me njëherë që tash njëherë për ja kemi startu, jemi vetë i shtatim duket këtë. Si kemi startuar, po me një sasi shumë të në Shumë ekstreme. Edhe më me thonë si 10%, si 8% që ishte të parë. Si kemi bo testimin. Testime. Po s'muna me shumë ma lartë puna, si spemon. Po. Njerë du të më siguru krejt tjera që me makinat me ka 100% në funksion. Nuk më i shkak i rrimës elektrike. Që të me po zgjidhe? Na vjen me investu në duhet ala. Po, Një sasi të madhe. Keci, Kesko, Po. kanë obligime ato, a ke pas kontakte me ata? Njëmë na kanë leju me punu. Okej. Se këta e di që një pjesë të obligime du të me prunë deri aty, kapacitetet i ka kompania. Jo nuk në plane kanë për me pruën dhe aty, më ka ardha i plani. Po, Si pinshoj të parë. po. Po, jo tash ma vonë. Azo ma vonë mu nuk më konvenon, mu më konvenon tash. Okej, se këta i kanë dëvar planet të investimeve që i kanë pas Nuk e për di një që periudhë kanë, për me regionin. privatizimit. Po. Varet për rrethinës, varet për venit. Që kanë batu planet e veta. A nuk e kanë nuk kanë obligime ndaj një kompanie, ndaj një investitori kaq madh që me Unë nuk Me jam pas parasysh. nuk jam i sigurt, ama një shka nuk më pëlqej mua, si unë nuk e bën si shqiptar, nuk e bën edhe një huji, Okej. ku ti e bën investimin tanë. Edhe ku vjen më hala për me lëshu, duhesh me nënshkru si janë investime të kompanive Po. elektrike, shka kjo Kec edhe shka Kesko, po. Kecka. Kjo më duket mua vetë më shumë se sa hajni. Po e vërtet është kjo. Çta kanë Unë problem? investoj, është kapitali imi, jo e kapitali Ne ytë. kemi janë në shrullë. Se që shtu ja kanë dhënë të drejten kur është privatizu distribucioni. E vallaj, shumë keq, po. Po këta e harrojnë një sen tjetër tani, që aty me obligime atë kontrate kanë që investime duhet mi bo këta. Dhe në 300 milion euro kanë investimi që e kanë marrë për sipër, e që hala ka zona sikur te jo atje që nuk ka shku. Nuk ka problem nëse thush për shama. Investimi është i yti, edhe muna që me thonë, me këthy këto investime në rrimë energjike. Po. I kthen me konsum të energjisë jepet. Të energjisë. Edhe kjo s'ka pas problem. Këtone është si, më thonë, plani i mshelt. Më është do ke marrë Jo, këto e bën një 100.000 euro investimi aty në trafo, në këtë tjera, të masonit ta bini letrën në shkruan edhe ja kalon qatë pron kit. Na kena problemi jo veç me trafo, por na kena me Tension. tension të lartë. Wow. Do të më afro tensionin e lartë, edhe tonë në bas planë ftyne, që shumë mas mjeti pak ma rrotu një majtë. Kështu se ne për na hip një koshtë mbi 100 se disa mijë euro kjo. Te pjesa Zvicrës du më këtu edhe njerë. Këtë dilemën tonë që e diskutojnë na kryesisht e kanë ata që janë punëdhënës. Shqiptarë në Kosovë nuk ja u dënë për të punë. Kur të vijnë në Zvicër, ose kur shkojmë atje, edhe në Gjermani në për të tregje tjera, gjithanej njën që janë shambull, punëtori ma i mirë. I do shefi kërgja shumë. Ja, Se këta këna po pak hegare, po. ja, këto janë kështu. Këto janë, që me thot, trash të thamë. Okej. Demelin që ku të dushe, Demeli Demel është. Që është të këmë mirë. Kështu që, A ke pas një histori që të ka orë në Demel atje e ke bon punëtor. E ke bon punëtor me standardet të Zvicrës. po një e ki ball për ball, qëtu, si u bon. Aty atje ma? Amo, unë këm pas fatin si baba, unë kam marrë punë, s'këm pas qare, Okay. pa i gra, kështu që, Baba është rigoröz, kështu Ajo i është, edukun si Zvicran me puna. ai po nuk e di se 40 vite, mbi 40 vite. Ajo është, ta shumë penzioner, pa hala punon, hala vjen. Mi u kthy pak fillimet tua kur e shku në Zvicër? Po, Qyshin ka që do ditë e para, që do qysh e gjinë? Nështë me kalzuar këtë
pjesën e dëmëllëkot, se ma ke kriju i farë përshtypje që je po dorë shumë i madh. Fillimi shkak i gjumas në spari. Okej. Tash të. Kohë ku më shkuan, mu nuk më ka taku me shku më bon shkollimi. Do më thonë se u duft këtë vetë mi bon. Kum pas fatin, që kum pas në rrethin, kum pas shumë zistrat. Okej. Edhe për mes tyne kum mësu dhe gjuhën shumë shpejt. Edhe kontaktet me punëtor të huj. Edhe kum do pak ma shumë rëndësi që sajnë. Shë për këtë punës, tash më hecë kum pas qarë, se kum pas plakin. Okej. Si, aty s'ka pas nevoj me bisedu shumë. Ta mund që ka hije, hej, në ashtat mu vizatu aty, Për fund. në regull jemi. A keni pas edhe biznes familjar në Zvicër Po, Majër? 2001-ën, me të më thonë, babave që ka cilë, kompaninë veti, atje, dhe s'kena pas ma, me di se sa problem. Ma spjekon edhe një, kër jemi kanë atje të kemi vizitu, ke qëto që e prodhon, ose punën që e bën Zvicër atje është siguria kundër zjarrit e këtyne Temperaturat larta. temperaturat larta, ku punohen dengësi, industrie, si të themi, sikur të natë që kena kekun, se s'ka në jo tjetër këndohë. Me kështu. E aty ju e keni gjetë, e keni bën një gjetje, një zbulim që tash e bëni me një farë lloj materiali që ju e prodhoni vetë, e që janë shumë më praktik se sa që është përdor Kemi, deri tani. po na kena pas fat në ty se, unë kom punuar me një farkohë për një firmën ABB, turbolat për shtetë, për Koremë, dokët e për Japan atë kohë. Okej. Fillim karrierës, me thonë, me një fjallë. Okej. Aty ko kom edhe si sanat me një javë. Qëto produkte që kemi bon për jashtë Zvicrës, ne kemi këthy edhe në produkte që ka mund më bon mrena Zvicrës. Okej. A tani me interesi normal, interesi biznesit, kemi mujtë me këthy në produkte personale. Si kemi asish vetë. A qëto produktet me një kohë, të më thonë 2023-ën, e kemi prunë Kosovë mi prunë. Dhe tash prodhohen në Kosovë. Po, keni interesante ato me... Po nuk është vetëm aje produkt, tash i kemi prunë tash si vjetë dhe do produkte tjera, si kanë më prodhu në Kosovë, dhe më thonë na jemi tash që invest në varën për Kosovës. Okej. Që kjo konë dhe qëllimi. Shumë mirë, dhe me gati pjesa ma e madhe e Po, prodhimeve, që të materialeve që ju duhet juve, po synoni mi bon në Kosovë edhe me që për shtetet e Evropës. unë e punoj edhe për aeroportin e Zvicrës, Okej. edhe për Syrinë. Edhe do me thonë si poshka i bon me izolimet janë prodhimet Kosovës. Dhe më shumë ma. Ma dhe në Kosova, Ma dhe në Kosovë. se s'na ki qefti. Gjavit, të falenderoj shumë. Uroj sukses, këmë e konë me shumë knësi në hapje, Faleminderit një salë. që si njerëz që e dojnë vetë, e dojnë venin, e dojnë Kosovën, e po ashtu tani edhe shohin si edhe investim, edhe mundësi të zhvillimit të biznesit, na u duhet sa më shumë. S'musa për politikë, se më thallë fillim që s'po du as me hyj as me fol për politikë, se nuk merresh me atë pjesë. Nuk është pjesë. Këtore komunës që ka prit? Se është i mirë ai kështu, e lëvdojnë, është edhe si burr i mirë, po nuk ka pas kështu as kritikat maja as 2 herë na ka vizitu, për një me? Okej, Po. shumë mirë. edhe bile tash si kemi musafir për jashtit, Po. edhe. Ftova me arme një drejk edhe një vizit me bonte në kjo be Sarik, Te Golden Eagle. të kotën një. Po. Tha veç nëse rast nevojën e sen, se për ndryshe edhe e thonë du marrë me ju me autobus, me të hujt bashkë. Për një me Po, sa mirë. kjo është ati si më thonë e farkaneria, se një vetin si në shpit të mënë. Edhe këta të hujtë e njën kogja të rëndësishme, ja, E din si e kita një përkrajnë edhe këtu. shumë E, është pak më ndryshe, se ka aty musafirë si i kam janë gjenë shka kam punu me musafirë me plakin tem. okej. Sot që 20 vite, më shumë. Unë i në gjë kopi ty një si në gjë që 26 vite. Kështë që shumë interesant se shkem të bëta. Dhe shumë me një Atë fjallë. përkrajnë, a ka të paragjykime një Jo. me kështu? Për shumë me thonë, po prodhohet një produkt në Kosovë, anena, vëden me pas, ose me, këse që me pas pak vështirësi me hinë treg? Jo, absolut jo. Ta e din shumë mirë se qysh me na jone. Okej.
Edhe gjithmonë bile bëj, edhe shpesh u marr me ta, istam ku momenti si të mrina në Kosovë, me 9-2 gradë më ndryshe, dashmë me pas ditën. Perfekt. Ata e gjykojnë njerin edhe besimin që e krijojnë në qatë njeri, nuk ka rëndësi periardha, ka vena ku bëhet. Ja, ata kanë shumica për tyne ju intereson me të vërtetë se shkam këtu në Kosovë, po ata e marrin shumë pozitive. Shumë pozitiv. Se momenti ku ti se dush vetveten edhe vendin tanë, s'mundesh me të Zvicrën dhe Zvicranin më shumë. Shumë vërtet. Edhe këta e dinë edhe ata, kështu që s'ke nevojë me gënjeshta me jetu më së pari. Gjavit Krasniqi, të falenderoj shumë. Faleminderit për jush. Ke kënaqësi, e uroj me pas sa më shumë që si storje me tregu e me pas në për media, se jemi lodhë me do tema tjera ty diskutu e që rezultati ty në është zero. Faleminderit për juve, kështu që shihemi me 28-in. Shumë suksese. Madje në Kosova, në për Evropë, me izolime për ndërtesa, për shtëpia, për... Nëse blesh në herë në sen jashtë vendit, e shohësh produktin. Shumë mirë, për ndryshe, im kanë non-stop informuar për emocionet që i ke pas kur i kanë shu linjën e parë të prodhimit, uroj me të shku gjithçka mirë. Këto testet e para që i ty bë. Faleminderit. Falenderoj shumë. Suksese.